Besonte shumë në dogmat historike edhe fakti që unë isha shumë subjektive, që t'i bish kurt për çdo gjë, kisha menjën time, nuk i pëlqente. Dhe ishte pikërisht ajo gjë që e afektonte, që më ka dash më shumë se çdo fëmijë tjetër. Po, babi më kishte pikë dopet. Unë u largova sepse nuk mund të risha në trysninë e tij. Nejta, domethënë, preferoja duroja burr se sa baba. Edhe se i kishte pasi burrs më ka dash aq shumë sa që më donte babi im, po Mu të dy më kanë dash shumë. Edhe mami Po i lënë shumë vogël. Mami ka pas histori shumë të vështirë, e kuptoj se mami shmartu me babin, masi humbi një gjyq. Ja morën fëmijët, se ai ishte që i thonë, kryetar batalioni, ishte shumë afër Enver Hoxhës ai që ka qenë burri pari mamit, një 17-18 vjet më i madh se mami, kishin martuar me blesëri mami 14 vjeç, me rregullu biografi. Dhe pastaj e pa babi, se mami ka qenë shkurtër, po kështu kardashiane. Përse dhe mami tim ishin dërgetëritar, jam i motor, vishin kështu si sfungjërna të bukura, se që ishte ajo gru, nuk e di. Ylla. Ishte sensuale, po pse ti, e bukur je, Po pra, po nuk i ngjaj, jam i gjë midis e holl, po mami, po as gjë. Po babi? Babi 2 metra, lajme ujtë ftoftë edhe 6 vjeç. Shikoni, unë i kam ngjarë babit, jam origjinali babit. Edhe mami me shëndosh. Unë kam nga të dy. Kam elasticitet nga mami, se babi ishte pa elasticitet madh. Do me thonë në kuptimin e operimit. Po që ke dalë këshu, kaq me horizont, kaq përpara, me jetën. Nga që u shkëputa nga të dy, se motra me vllajin që nejton me ata, janë interesant shumë, po ngellën brenda dhe Amerika i lanë atë kulturë që... Po, që janë shumë snob për gjëra. Edhe, megjithatë kanë informacion, sidomos motra ka shumë informacion mbi botën që ndodh aty. Se dhe i shoqi jo punon me bankat me këto dhe është shumë interesuar për si do vej, kupton? Po edhe në telefon kështu, kur flasin me njëherë. Po ftofesh o bebi. Unika e vogël me vllajin, me motrën dhe unë. Po pra, po, ftofesh. Këtë do të thosha unë që nuk e kam atë ashtu. Ftofesh dhe mu mungoj gjithmonë, se festat i bëj vetëm gjithmonë. Biles... Duket normale kjo? S'është normale, po. Po është ajo formula i vetmuari, gjithë vitin është i lumtur përveç ditës festës. Po pastaj, nuk e kërkova vetmin, po tash nuk bëj dot pa vetmin. Po mos e thuj këtë fjalë, tu thap gjua se gjena i burr në njëri që është nuk du fara si burr. I don't care anymore. Po tash fakti është që nëse e përmend do të thotë që do merre me Elisën ti baby, ja dedikova asaj jetën. Po mirë, tash si dush, nuk ndorhyke këto gjona. Nuk më po je shumë e re për të dhënë këto lloj definicionesh. Çfarë thu ti? Po mami më ndihmoi shumë se i thash ma, çfarë të bëj thash unë se jam hall përpara se të isha vetëm. Sa lëviz ta kap trenin e funit gocë. Po e fortë shumë. Se po të më kishe thonë po të mos kishe thonë mami kap trenin, do isha prapa aty ku isha. Kap trenin e funit biro. E kundërta e motrës ti s'di të rish dyshe. Ja. Po pse, treni i funit ka dyshe. Në gjendin për tjerë. Pastaj bëra dhe një të mirë, unë mbarova shkollat vështira jashtë, në fushën e psikoterapisë dhe të dijes, që ishe një kuriozitet shumë i madh, lodhje të mërshme, po determinohesh nga tjera probleme dhe harro komplet. Edhe unë vinë për fundimin që vetja është më e rëndë se mali, është gjëja më e rëndë në botë. Vetja nuk mahet vetëm. Jam duke luftuar vetë e ti. Po nuk mahet vetja, shpërndahet vetja. Fupa ne, si tha jo, marrë qomë të nkrat, dalë pikë. Shumë bukur. Edhe këtu ke bë shumë mirë që ke ardhur. Po edhe e kam dosur javën e fundit, ja kisha dhe një okej nga janari kështu. I thash do ta shikoj, nuk është gjitha njerëz, e dija që do kisha një ndryshim kolosal, se rri vetëm. Edhe pastaj mësohesh më të... E di çam ke kujtu ti,